Në zonat e thella malore ku çdo rreshqitje dheu apo bllokim rruge përkthehet në izolim të menjëhershëm për banorët, puna e drejtorisë së rrugëve rurale të Bashkisë Kukës mbetet jetike. Gjatë ditëve të fundit, ekipet në terren kanë vijuar ndërhyrjet për hapjen dhe rehabilitimin e akseve që lidhin fshatrat me qendrat administrative, duke rikthyer gradualisht normalitetin në qarkullim. Një nga ndërhyrjet kryesore është realizuar në fshatin Borje, njësia administrative Shishtavec, zonë e njohur për terrenin e vështirë dhe kushtet e ashpra klimatike. Gjatë dimrit, rreshqitjet e gurëve dhe të dherave kishin bllokuar pjesë të konsiderueshme të trupit të rrugës, duke vështirësuar lëvizjen e automjeteve. Ekipet kanë punuar me mjete të rënda për pastrimin e materialeve të rrëshqitura, sistemimin e segmentit pneumatik dhe rikthimin e qarkullimit. Ndërkohë, më herët është përfunduar edhe rehabilitimi i rrugës së fshatit Lojm. Edhe në këtë segment, ndërhyrja është përqendruar në pastrimin e trupit të rrugës nga gurët dhe dherat e rrëshqitura, duke bërë të mundur rikthimin e plotë të qarkullimit. Zonat malore të Kukësit dhe njësive përreth përballen shpesh me problematika të tilla, veçanërisht gjatë stinës së rreshjeve, kur terreni bëhet i paqëndrueshëm. Për këtë arsye, Drejtoria e Rrugëve Rurale ka intensifikuar kontrollet dhe ndërhyrjet parandaluese në akset më problematike. Sipas burimeve zyrtare, puna do të vijojë edhe në ditët në vijim në segmentet e tjera që paraqesin vështirësi me synimin për të garantuar akses të qëndrueshëm për komunitetet malore dhe për të shmangur izolimin e tyre, sidomos në periudha me kushte të pafavorshme atmosferike.